resolution of the disputes related to the elections and in general the media coverage. The observers, of course, will also assess the implementation of previous ODIHR recommendations. Për arritjen e këtij objektivi që ka misioni i ODIHR-it, ne do të monitorojmë nga afër të gjitha aspektet e zgjedhjeve, duke përfshirë edhe zhvillimet para dhe pas ditës së zgjedhjeve. Disa kusha specifike me interes për misionin do të jenë zbatimi i kuadrit ligjor, zhvillimi i fushatës, duke përfshirë edhe fushatën në rrjetet sociale, puna e administratës zgjedhore në të gjitha nivelet, zgjidhja e mosmarrëveshjeve në lidhje me zgjedhjet dhe mbulimi mediatik në përgjithësi. Bashkëguesi do të vlerësojnë gjithashtu edhe zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të ODIHR-it. Yeah, as a part of this process, we will have a regular set of meetings, first of all with the state authorities and the institutions, with the political parties, with the civil society, with the media, and in general also with the international community. Yesterday, even though the mission formally opens today, yesterday we already had a meeting with the foreign minister, we had meetings at the Central Election Commission, which were very useful, very constructive, and I think it was a very good beginning of our operation in country. Si pjesë e këtij procesi do të jenë gjithashtu edhe takime sistematike me përfaqësues së pari të autoriteteve shtetërore, partive politike, shoqërisë civile, medias dhe komunitetit ndërkombëtar. Këto përbëjnë pjesë të pandashme të këtij vëzhgimi. Dje, megjithëse sot është fillimi zyrtar i misionit, unë pata disa takime prezantuese me Ministrinë e Jashtme, me Komisionerin e Zgjedhjeve dhe me disa anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Takime që ishin të dobishme, konstruktive dhe një fillim i mirë. We also attach importance to the transparency of how we proceed. So we will issue an interim report a couple of weeks before election day, just to inform everybody who's interested on the activities of the observation mission. But of course, the initial findings on the election will be contained in a preliminary finding report the day after the election, and the conclusions will be presented at the press conference. And the final report with the assessment of the entire election process and containing recommendations on the way forward will be published a few months after the election. Ne I kushtojmë shumë rëndësi transparencës së mënyrës se si ne operojmë. Për këtë arsye do doja t'ju informoja që ne do të kemi fillimisht 2 javë para zgjedhjeve një raport të ndërmjetëm për të informuar të gjithë ata që janë të interesuar për aktivitetet e këtij misioni të vëzhgimit të zgjedhjeve. Gjithashtu, një ditë pas zgjedhjeve do të kemi gjetjet paraprake, gjetjet e përfundimet paraprake të misionit, të cilat do të prezantohen në një konferencë për shtyp ditën pas zgjedhjeve pra, dhe në fund një vlerësim në tërësi I gjithë procesit të zgjedhjeve do të bëhet përmes raportit përfundimtar, I cili do të përmbajë edhe rekomandimet përkatëse dhe do të publikohet disa muaj pas zgjedhjeve. Okay. This concludes my statement. I would like to give back the floor to Elna, the analyst, for her to assist in case there are questions and to structure the debate. Thank you. Unë po e mbyll me kaq këtë fjalën time në këtë konferencë, po Ellen Elmës, që është analiste e medias, nëse ka pyetje për ta strukturuar në vazhdim konferencën. So, dear colleagues, you have the opportunity to ask questions if you wish so. If you do, please state the media outlet you represent clearly before and use the microphones here to the left and right-hand side of the room, please. Atëherë lutem nëse ka pyetje prezantoni median, që përfaqësoni emrin dhe lutem përdorni mikrofonat majtas dhe djathtas. Faleminderit.
përshëndetje, Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel. Një koment nga ambasadori Zamier, si duket iniciativa e prokurorisë së posaçme SPAK në pasjen e një strategjie për hekimin e krimeve zgjedhore dhe nëse vëzhguesit tuaj në terren do të arrijnë të zbulojnë krime zgjedhore, a jeni të gatshëm që këto informacione nga terreni t'i ndani me prokurorinë e posaçme SPAK? Faleminderit. My name is Mohamed Veliu from Top Channel Television. I would like to ask Ambassador Zanieri if you, Ambassador, would have a comment on an initiative of the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime, or otherwise known as SPAC, about they have a strategy for the investigation of electoral crimes. So my question is whether you would have a comment on that, and secondly, would your observers be willing to share their findings with SPAC in case they find electoral crimes happening? Well, first of all, I arrived yesterday, so these are things that I will look into as part of my mandate. I don't have an opinion at this point, and I would certainly have taken note of your question, and we will look into these issues. Atëherë, unë në fakt kam arritur vetëm dje, sigurisht që do ta shoh edhe këtë iniciativë të SPAK-ut, që është pjesë e mandatit tim. Nuk kam një opinion për të ndarë me ju sot për sot. As to findings during the operation, we need to stick to the process that we have. So we will include all the findings that we find in our reports. We are not here, how can I say, to also perform other functions. Of course, cooperation with the authorities is something we are very attached to, and we will perform our duties in constant cooperation with authorities at all levels. But when it comes to sharing some of the findings, this will be done through our reports in the various stages that I described earlier. Atëherë, sa I përket gjetjeve që ne do të kemi, ne do të qenë mënyrës se si ne operojmë gjithmonë. Pra gjitha gjetjet tona do të përfshihen në raportet tona. Ne nuk jemi këtu si mision për të kryer funksione apo detyra të tjera. Sigurisht që jemi shumë të angazhuar për të bashkëpunuar me autoritetet në vend, sigurisht që do të performojmë duke bashkëpunuar në mënyrë konsistente me ta, por gjetjet tona të parregullsive zgjedhore gjatë misionit do të përfshihen dhe do të ndahen me autoritetet përmes raporteve tona. Përshëndetje, ky është Njësi 24. Zoti ambasador, të rëndoj thatë se vëzhguesit do të vlerësojnë dhe rekomandimet e përparshme të OSDE-Odirit. Besoj se gjeni që një sër rekomandimesh nuk janë marrë parasysh dhe nuk janë reflektuar në kodin zgjedhor nga ligjvënësit shqiptar. Si e shihni këtë situatë? Një ndër to e tekstuar shpeshherë nga raportet tuaja është dhe depolitizimi I administratës zgjedhore. Ambassador, my name is Ergus Cenc. I'm from News 24. You mentioned, Ambassador, that your observers will assess, among others, the implementation of ODIHR prior recommendations. And I believe you are aware that a series of your recommendations have actually not been considered and not been reflected in our electoral code, and that includes the depoliticization of the election administration. Would you have a comment on that, please? When it comes to the previous recommendations, including the one that you mentioned, our job is first of all to monitor and to see where we are in terms both of the
framework, legislative and regulatory framework, and in terms of the implementation, so what happens in real life. Now these things, in particular this is being discussed with a number of stakeholders, so I know there is work ongoing. Actually, I could broaden the topic by saying that there were all recommendations that are not fully implemented is continuing in a number of ways. The OSCE presence here is cooperating with the local institutions. There is a regional program run by ODIHR for the whole Western Balkan region, where a number of initiatives are taken to assist the countries exactly in that area, implementing recommendations that are out. And this applies not only to Albania, but to all of the countries in the region. So our job will not be here to push for the implementation, even though we will raise the issues that are in the course of our contacts. But our job is to observe where we are and to report on that. And that report will have the pressure to improve the situation. Yes, please. Atëherë, do të thoshe që puna jonë këtu është që të monitorojmë. Të monitorojmë së pari ku jemi me rekomandimet ndër të tjera në kuadrin ligjor dhe rregullator dhe në zbatimin e tij në jetën reale, në praktik. Në fakt ne diskutuam edhe me aktorët kryesor në vend dhe dim që puna për zbatimin e rekomandimeve edhe të atyre që nuk janë zbatuar ende pra vazhdon. Dhe unë pak do ta zgjeroj edhe pak më shumë pyetjen tuaj dhe do thosha që për rekomandimet, përveç rekomandimet që ju përmendet, edhe për të tjera puna vazhdon në disa mënyra. E para përmes prezencës OSBE-s këtu në Shqipëri, e cila punon rregullisht me institucionet në vend. Një tjetër mënyrë është përmes një programi rajonal të ODIHR-it me vendet të Ballkanit. Ky program ka ndërmarrë disa iniciativa pikërisht për zbatimin e rekomandimeve të tjera të ODIHR-it, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet të tjera në rajon. Por edhe një herë puna jonë këtu pra është jo të shtyjmë për zbatimin e tyre pikërisht tani, por të ngrem problemet që shohim, të vëzhgojmë, të tregojmë se ku jemi përmes raporteve tona dhe kjo është një farë mënyre presioni për zbatimin e rekomandimeve ende të pazbatuara. Oliver Dalmucha nga Mosën e Televizion. Zotja ambasador, duke qenë se një nga motorët kryesorë në fakt që nxit fushatën janë paratë dhe buxheti që ndahet nga shteti.